Dojani, referuar një kalibri si Gilmando Dani, sot viktim dhe indjerë, a mund të më thoni cilat janë pistat ku mund të orientohet dhe investohet sot hetimi? Disa prej konflikteve të tij të njohura, të shquara dhe për opinionin publik që referuar edhe ngjarjeve dhe veprimtarisë kriminale. Ku mund të shkojnë sytë e dishimit në një moment si ky? Duke nisur nga personi për cilën po flasim që sot është viktim, Gilmando Dani, duke nisur nga CV-ja e tij që dy herë është bërë atentat, pjesë e grupeve të strukturuar kriminale, vënë gjobash, pazare, i dënuar me 12 vjet burg në vitin 2018, por dalë, thonë, para një viti dhe po të llogaritish 2018 dhe 2012 i bike me dalë vitin 2030, që tregon edhe anën tjetër të sistemit të drejtësisë, ku një qytetar i thjesht, edhe pse i bën 3/4 apo të dytën e dënimit, pavarësisht se plotëson kriteret, nuk del. Në fakt rezulton të jetë i liruar në 2024. 2024, ndërkohë ky person me këtë background kriminal del nga burgu. Kështu që pistat ngelen t'i verifikojë prokuroria, organi i akuzës, dhe kur je në shumë, po them, me gjithë të background kriminal duhet të merren versionet një nga një të hetohen, por me sa e shoh unë, pavarësisht se në këtë ngjarje ka shumë prova, sepse ka pamje filmike, ka personat, të dhënat, automjetet, lëvizjet, ka shumë të dhëna, unë nuk besoj që një ngjarje e tillë mund të dalin nesër të zbardhen autorët. Pra e shoh si shumë të vakt. Dyshoni që mund të zbardhet? Po, unë e shoh shumë të vakt. Kjo për shkak të vështirësisë së hetimit apo edhe për shkak të personazheve të përfshirë në këtë ngjarje? Shiko, nuk kanë këllçe në këtë vend për të hetuar këta lloj autorosh që kanë kryer veprat, pra i lën vetë në, sepse këta nisën. Pra në këtë rast zoti Dojani ju besoni që nuk është çështje paftësie për të hetuar për ta zbardhur. Sepse shiko, po të hysh nga ana operative maksimumi një javë, 2 javë që një muaj, gjithë komuniteti do ta marrë vesh se kush janë autorët, sepse ata e dinë edhe lidhjet e këtij Danit që e dinë se kush janë autorët. Nga ana operative merret vesh me njëherë. Biles rrezik edhe mund t'i qojnë fjalë se ta kemi bërë ne. Por këtu pastaj futet në lojë sa dëshirë ka policia, sepse duke u nisur nga propaganda edhe mesazhet që ka dhënë kryeministri hankëshin kokat e njëri tjetrit, do thotë që ai policia hajt mëse këto duke vrarë njëri tjetrin janë pastrohen. Ndërkohë që ne paguajmë para dhe një kriminal, sado kriminal tjetër, ne nuk duhet vritet, po duhet të dënohet, të ndëshkohet për veprën penale, se këtë sistem kemi ne nuk kemi ekzekutime me vdekje. Por kur ke një kryeministër që përdor grupet kriminale, dhe këta sot i dëgjova unë që janë përdorur për X ministra apo Y, e tha edhe kryetari i Partisë Demokratike sot, që ky që ka përdorur për të fituar votat me këtë Blendi. I keni fjalën për të plagosurin, për Mustafa Sheqerin. Po për atë, për tjetrin. Këto i kanë përdorur grupet kriminale në fushata elektorale. Dhe kjo ka bërë që shtetit mos jeti zoti përballë këtyre grupeve. Prandaj unë shoh që nuk do të shkojnë drejt zbardhjes saj. E dyta, nëpërmjet këtyre grupeve kriminale e kanë përcjell një ndjenjë frike, qytetarët janë lodhur, po mësohen me të keqen, po ikin. Kështu që duhet të flasim për vullnet të munguar dhe për imunitet nga të gjitha palët. Që ndodh për të zbuluar përveç dëshirës, duhet ketë edhe reagim qytetar. Qytetarët i kanë lodhur aq shumë, i kanë bërë me fol me vete që 12 vjet presion, shantazh me grupe kriminale, merva votën, venu gjoba, e diti që bizneset në Shqipëri paguajnë shumë lek për të siguruar sepse u vën gjoba këta e të tjerë grupe kriminale. Prandaj sistemi i drejtësisë nuk funksionon, sistemi i drejtësisë merret që ka thënë s'ka ECC ka nxjerr. Gjejmë një grup që kanë gatitur. Ligji nuk patjetër. Jo. Po sigurisht i kanë të ndarë, territori është ndarë nga grupet kriminale në Shqipëri. Droga, për shembull, në këtë merre bllokun. Në këto lokale do të shpërndajnë drogë vetëm ky grup, nuk shpërndat do të kusht tjetër. Që do shkoje, do të vriten me grupin tjetër. Pra kanë ndarë territorin. Këta janë më të zotë se policia,
janë më tafë se policia, kanë më shumë lekë se policia. Pse? Sepse përdoren në fushat elektorale, këto marrin tendrin, këta caktojnë drejtorin, këta caktojnë zëvendës drejtorin, shefin e krimeve, pra gjithkund kanë lidhet e tyre. Ky është problemi më i madh. Ndërkohë, qeveria, ministreja, del dhe bon propagandë. Dhe ishte të mërshme kur e dëgjova, pse orë tha, polici do të hyjë atje te pizzeria, te kuzhina, por po, polici hin dhe atje, unë s'te me hin polici fizikisht, te kuzhina. Në fakt, parandalimi nuk ndodh vetëm ashtu duke hyrë në kuzhinë, por meriton një diskutim të dedikuar të drejtë. Patjetër, por ka krijuar një hendek dhe ka humbur besimi i komunitetit të policia që është hallka kryesore. Unë kam punuar në policinë e shtetit dhe e di shumë mirë, kam pas sukses sepse kam komunikuar dhe kam bashkëpunuar me komunitetin. Dhe ajo çfarë më bën përshtypje është në këtë vend morlla nuk ma kush përgjegjësi, nuk jep kush dorëheqjen, nuk i motivon njerëzit për të punuar. E thash diku sot se do ta mbylli. Të paktën unë shoh kryeministrin se të gjitha ato deputet të cilët nuk din të vjedhin votat dhe humbin, nuk i qet më herën e kaluar. I heq nga ministri, i heq, paktën të marrin këtë filozofi të këtij, po jo për të vjedh, që një shef që i ndodhi ngjarje atje, nëse s'jep dorëheqjen shkarkohet, por. Një që punon mirë, ta motivojnë, ta bëjnë shef, ti paguajnë policët me pagat mira që të kemi një siguri mo, edhe të na shërben. Kur unë të marr policin, të vi mu polici të më shërbej. Për të parandaluar të anticipuar, por dua kolegu Mbiçaku dhe për pak sekonda më shoh se kemi kohë televizive të kushtëzuar. Të gjitha këto dhe do ta mbylli, qojnë që në Shqipëri të ketë vetgjyqësi, se nëse funksionon shteti si rregullator, si, po them, që merret me gjithçka, nuk do të ketë vetgjyqësi nëse i zgjidh problemet. Por çfarë vrasin ato? S'ka, janë detyruar, nuk ka zgjidhur njerë një problem një tjetër, nga i gjojnë vogël në dim raste, cilët për shkak të pamundësisë ose nuk ka ndërhyrë shteti, nuk i ka zgjidhur problemet, njerëzit kanë marrë hak vetë, i kanë detyruar, çfarë do të bëjnë?